Miqtë të dashur, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitar e para se të vazhdojmë tutje me rubrikën tonë të përjashme, një falenderimi posaçëm shkon për sponsorët tanë, të cilët janë Vala 4G dhe Dum Dum Fitness Water. E tani e shohim se çka ka të vërtet dhe të pavërtet. Flori dhe Alinal janë duke përgatitur këngë? Po, ky lajm është plotësisht i vërtet. Projekti i fundit i publikuar nga kantautori Flori Mumaesi ishte më 27 dhjetor të vitit që e lan pas, teksa reperi Alinal ka vetëm 2 javë që ka lansuar bashkëpunimin e fundit. Kohëve të fundit reperi është parë vazhdimisht tek studio e Florit në periferi të Prishtinës, e sipas burimeve të emisionit prive, dyshe janë duke punuar në këngën që do t'i parapri verës 2017. Ka shumë mundësi që titulli i projektit të jetë Në zemër. Deri në finalizimin e këtij dueti na mbetet tjetër vetë të presim rezultatet e këtij miksi interesant që padyshim do të sjellin një super hit. Gjensina Myrteza dhe Ardian Bujupi në duet për tregun europian. Kjo është plotësisht e vërtet. Këngëtarja Myrteza e kohëve të fundit është më aktive se asnjë vit më parë. Këtë e vërtetojnë më së miri projektit e njëpasnjëshme që po i sjell. Së fundmi prive ka mësuar nga burimet të brendshme të këngëtarës se ajo do të vijë në një bashkëpunim me Ardian Bujupin. Këngë kjo e cila nuk është destinuar për tregun ton, por për atë europian, me që klipi me fillim do të jetë premiere kanaleve gjermane si MTV dhe Viva Plus. Shumë artistë shqiptar po synojnë tregun e huaj, disa prej tyre edhe po kanë sukses. E pse jo edhe kjo dyshet provoj fatin. Asnjëherë nuk i dihet.